5 minuta me Zotin. Të dua më shumë. Judejnë të rishta s'kapen gur për ta vrarë. Jezusi ju përgjigj. Ju tregova shumë veprat e mira të Atit tim. Për cilin ndërto do të më vritni me gur? Të dashur dëgjues. Jemi shumë afër javës së madhe dhe ngjarjeve dramatike që ndodhen gjatë kësaj jave. Jezusi në brendi përjetonte mundimin. Kundërshtarët tashmë hapta stregonin armiqësi ndaj tij dhe i kërcënoheshin. Përsëri i kanë gurët në dorë dhe janë të gatshëm t'i hedhin mbi Jezusin, edhe pse kudo kalonte bënte mirë. Prapse prap, krerët e popullit e kundërshtonin, e refuzonin dhe e nënshmonin. O Zot, mundohem të përjetoj atë ndjenjë që kishe në brendi. Ti erdhe për të na shpëtuar. Kalove nëpër tokë duke luftuar të keqen që po e shkatronte njeriun. E zbulove të keqin si armik të njeriut që nga fillimi. Pas të gjithave, krerët e popullit të kundërshtojnë, të gjykojnë dhe të refuzojnë. Pak para arrestimit dhe mundimeve përjetove trishtimin dhe refuzimin e moskuptimit. I bare të gjitha që njerëzit e kuptojnë përse erdhe, mirë po përjetove moskuptim dhe refuzim. Ti e di çfarë do të thotë që të mos pranojnë dhe të refuzojnë. Ti e di çka do të thotë moskuptimi i njerëzve, edhe pse pikrisht atyre u ofron të mirën dhe dëshiron t'i shpëtosh. Edhe sot shumë njerëz o Zot janë të nëpërkëmbur dhe të papranuar vetëm pse shpallin vlerën që themelohet në Ungjil. Njerëzit edhe sot i refuzojnë veprat dhe fjalët e atyre që flasin për flijimin, për vetmuhimin, të cilin duhet ta bëjmë në jetë. Zërin e atyre që thrasin në maturi për mbajtje dhe pastërti, të cilave u azën frymën zhurma e propagandës. Po të lutem për ta, që mos t'i ndërpresin përpjekjet e tyre. Le t'i mbështes besimi se ti je pranë tyre dhe se ti i pari i ke kaluar këtë rrugë. Rrugë tjetër nuk ka për ta, por bëj që në këtë rrugë as mos të ndalen, as mos të humbin forcën. Judejnë ju përgjigjen. Nuk duam të të vrasim me gur për shkak të ndonjë vepre të mirë, por për shkak të blasfemisë, pse ti, duke qenë njeri, e bën veten hyj. Këtu është qendra e problemit dhe e moskuptimit, të cilin Jezusit ja bëjnë bashkohaniket e tij. Në një farë mënyre i pranojnë veprat e tij të mira, por nuk i besojnë fjalës së tij dhe kështu i refuzojnë edhe veprat, duke i konsideruar të pabesueshme. Tu mori në thua dhe u thye feja e tyre. Kush ishte Jezusi? Profeti thjesht, njeri i jashtëzakonshëm ose diçka më shumë? Ai për ta nuk ishte asgjë tjetër përveç se njeri i thjesht. Çdo gjë jashtë kësaj ishte shkandull. Në nëshmim, një gjë që meriton të ndëshkim. Çfarë do arsye të jepte Jezusi, ata nuk do ta pranonin. Nuk ndihmon të asnjë argument i citimit të shkrimeve. Krerët e popullit tashmë sollën gjykimin për Jezusin dhe vetëm kërkohej rasti i volitshëm që ta gjykonin formalisht. O Zot, si e ndjeve veten në takimet me ata njerëz që e kishin zemrën e mbyllur? Derisa ti flet për mirësinë, për atin e mirë, ata morrin gurt në duar për të vrarë. Jo, nuk kishin mundësi të pranonin se hyi ka ardhur në mesin e tyre, se kaloi nëpër fshatra dhe qytetet e tyre,
se që i lodhur dhe i jetur, se ul në tryezë me mkataret dhe se në mesin e nxënësve kishte ta grambledhes dhe zelot, thiktar. Të gjitha këto për ta ishin shkandull, si edhe mësimi yt i qartë për përjardhjen tënde. Nëse nuk i bëj veprat e Atit tim, mos më besoni. Por nëse i bëj, po edhe nëse nuk më besoni mua, besojuni veprave, që të merrni vesh e ta kuptoni se Ati është në mua dhe unë në Atin. Jezusi përsëri përpiqet të ndihmoj që të besojnë. Nuk dëshiron ta bëj këtë gjë në çdo mënyrë, sidomos jo në mënyrë të dhunshme. I paraqet fjalët dhe veprat e veta. Le të qartë se veprat që i bëri i kanë parasysh. Nuk ka asnjë fshehtësi, kur farmagjie, kur farmushmendje as gënjeshtre. Në të gjitha këto ndërron lirinë të cilën Ati i tij ja dha njeriut. Mirë po pikrisht këtu fillon përgjegjësia e njeriut për fjalët dhe veprat e tij. Tani Jezusi është në atë pjesë në të cilën nuk ka mundësi për të hyrë pa lejen e njeriut. O Zot, më jep që të kuptoj lirinë si dhuratë me anë të cilës e realizoj personalitetin tim e jo si mundësi që ta përdori në mënyrë të papërgjegjshme dhe të papjekur. Liria nuk është shenjë që më tregon se mund të bëj gjithçka, por mundësi se të gjitha që i bëj me përgjegjësi dhe dashuri. Prap deshen ta kapin, por u doli prej duarve. Jezusi doli prap me ata në Jordanit, në atë vend ku më parë gjoni pagëzonte dhe zuri vend atje. Atje besuan shumë në te. Pasi që nuk kishin me asnjë argument, përdoren pushtetin dhe forcën. Atëherë ishin të gatshëm që të veprojnë dhunshëm. Njeriu që ka pushtetin, por nuk ka argumente, sillet në këtë mënyrë. Për këtë arsye, fatkeqësisht, në botë ka aq shumë padrejtësi dhe dhunë. Nuk ishte as pak më mirë në kohën tënde, o Zot. Historia vetëm përsëritet, ndërsa ne aq pak mësojmë. Të falenderoj që gjithmonë me fjalën tënde gjejmë mundësinë për të përmirësuar veprat dhe fjalët tona. Na ndihmo që meditojmë për këtë fjalë dhe bëj që ajo të na tregoj udhën gjatë ecjes sonë. Le ta frymëzojmë mësimin dhe ta nxjisë veprimin tonë. Hyj të ndihmoft që të veprosh me dashuri.